Jemi në kompleksin Jashari, në simbolin e qëndresës së shqiptarëve të Kosovës, e që i vuri vullën në pranverën e vitit 98, ku sakrifikua një familje e tërë për lirinë që gëzohet sot në Kosovë. Pasardhësit e kësaj familje vijojnë të japin kontribut edhe sot e kësaj dite në shtetin e Kosovës, dhe njëri prej tyre është pikërisht djali i Hamzait, Bekim Jashari, që sot drejton komunën e Skënderajt. Ju jeni në postën e kryetarit të komunës Skënderajt, njerëz prej krahinave me një kontribut të jashtëzakonshëm në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila ka dhënë shumë bij dhe bija kësaj toke për të arritur lirinë, por pesha e madhe që rëndon mbi ju është pesha e përjardhjes tuaj si pjesëtar i familjes madhe Jashari. Sa e rëndë është kjo peshë për ju në këto kushte ku jemi sot? Kisha thënë që është bukur përgjësi e madhe për vetë faktin, nga ja që thatë dhe juve, duke ditë në çdo moment kush je, kujt je dhe nga vjen, dhe pse je. Apo, nëse më lejo të them, pse ke mbet gjallë për ta vazhduar jetën. Ke mbet me një arsye për ta vazhduar një mision që ka mbet, nështë ta mund të them, në gjysmë. Pse në gjysmë? Sepse në kam thonë dhe publikisht që amaneti dëshmorëve nuk ka qenë që vetëm ky vend t'jeti lirë, dhe neve t'jemi të përqarë mes vete, të kemi varfëri, të orrejmë njëri tjetër. Po ky vend t'ket mirëqenie, t'ket vllazëri, me dash njëri tjetër, me pas zhvillim ekonomik, me një fjalë me dash këtë vend për me jetu në të, jo ende pa mbaru shkollimin, gjeneratat e reja, që nga pas lufta që ai luftën e ka vetëm të ndëgjuar, sikur ne për luftën e dytë botërore. Ai du të mendoj ku do iki jashtë këtij vendi për të siguru kafshatën e gojës. Kjo është shumë shqetësuese. Kështu që përgjegjësia është shumë e madhe. Sfida është shumë të mëdha. Unë bë veti tret tash 3 vite, tamam 3 vite o bënen, që unë kam marrë mandatën e kryetarit komunës së Skënderajt, si pavarur, me mbështetje edhe subjekte tjera politike, po edhe të subjektit më të madh që është në Skënderaj, PDK-s, që nuk kanë qitë kundër kandidat. Po që kam pas shumë sfida pas marrjes mandatit. Po nga ky subjekt i cilis kisha mbështetje gjatë zgjedhjeve dhe që nuk ishte kundër kandidat. Shumë sfida që unë si kisha besu asnjëherë që do ndodhshin. Nga kush? Nga ata njerëz të cilët edhe unë si Bekim, po si familje i kishim shtyp përpara me 2 durë nga pas lufta. Pse? Se kush do të qoftë që do vita o heq këtë vend, do të jetë shqiptar. Do ta duaj këtë vend, sepse ki nevojë shumë për këtë ditë sotit. Me shekuj, për me pas shtetin tonë, njerëz tonë, me udhëheq, me vetvete. E përfatkeqësisht nuk i shkon ashtu. Pasi që unë kam marrë këtu, kam pa sa hallet i ka ky vend. Kështu që, po deri këtu mirë kemi arrit, do në ende shumë punë për të bën, po përgjegjësia është shumë e madhe. Vetë fakti, do të e para si antarja asaj familje, po edhe dyta që të obligon ligji kushtetuta. Nisje të kësaj bisede përmendet një fakt pse kemi mbet gjallë. Në fakt, nëse mund të rikthemi në retrospektiv faktin e të qenurit një nga të mbjetuarit e pak të familjes Jashari në ngjarje të madhe të 1998-ës, të marsit 1998, cili ishte ai fat që ju mbjetuat në atë masakër të madhe që në atë luftë të madhe të pahepur të familjes Jashari.
fati, apo si do që ta quem, që unë së bashku edhe 9 tjerë do të gjithsej që mbetëm 10 gjallë, unë isha në Gjermani. Do të po që vetë krijuesi i gjithësisë, nëse më lejo ta them, do të ka dashur me kanë gjallë. Unë dhe këta tjertë që kemi mbetë sepse është motra besarta, do të cila ka qenë mua aty me tërë familjen, në mesin e gjithë antarëve tjerë, grave dhe fëmijëve tjerë, brenda në shtëpi, që ka shpëtuar që sot është gjallë, që ato se ka rujt shkau. Mos me vra të gjithë ata tjerë të këta mos me vra. Po ka rujt krijuesi i gjithësisë që ka dashur me lënë dëshmitar të gjallë të asoj ngjarje. Thashë themet që besarta është mshef në për televizione, mediume të ndryshme që nga pas luftë, nuk është e vërtetë. Besarta ka qenë mund mesin e të gjithë antarëve tjerë. Rrobat e saj kanë qenë të tërat të spërkatura me gjak nga antarët e familjes tjerë. Ndoshta edhe nga nana, motra, vëllezërit, apo kanë ka pas afër, nga gjaku i tyre. Po që besarta ka qenë asë kohë vetëm 10 vjeç. Që hajde dhe ta thojmë thojza, si kur aja pas ka pas ku më mshef, si ku do më mshef në natë një të zdo. Kur kanë ra predhat aty nga kateranat. Po që hajde dhe që ka mshef. Po një fëmijë dhe vjeqe, ku shjarujt i mendjen më. Kur aja ka pa të gjithë antarët aty. Nanën, motrat, vëllezërit, gruan e Axhës, tjetër ngru të Axhës me fëmijë, gjyshen, prindin, Axhën. Të gjithë i ka pa. Kur ka përfundu lufta. Kush e rujti mendin asojna pa uqmend që ka pa gjithat makabrat. Një luft 3 ditëshe, përnal, nga jajta në 6 orat mëngjesit që ka qenë 5 marsi në 8-ës, deri me të shtunën 7 mars në ora 4 pas dite, kur ka përfundu lufta. Do të krijuesi i gjithësisë ka dashur me lanë dëshmitar gjallë, për e ka lanë komplet për e mungu asgjë. Sot është shkollu, ka kry fakultet, magjistre, ka hyn punë, është martu, ka 2 djemë, 2 quna. Do të fati, do është pse. Unë kam qenë në Gjermani. Pse jam gjallë është aja që thash që me vazhdu atë mision. Edhe pse ndoshta me vonesë 20 vite pas. Po na që nga pas luftë. Si familje, sa herë neve kemi folë qoftë para media, qoftë jashtë media. Gjithmonë. Të gjithë një qej, pa dalim, të nis nga Axha Rifati që është shtylla e shtëpisë. Pastaj është djali i tij Namurati që është profesor doktor në juridik në Universitetin e Shtetit, që është më i madh se unë. Pastaj vjen djali Ademit Lulzimi, bashkimi djali Rifatit që është general në FSK. Të gjithmonë kena kërku unitet. Që na me qenë bashkum, me dash një tjetrin, me ndihmu një tjetrin. Kem shumë punë për me arrit aty, edhe me thonë që amaneti dëshmor u realizu. Kryetari, veç karakterit fort që ju reflektoni në fakt edhe për cilën të këtjërët, ke një pikë dopt, cilën e përmendën të fakt motrë Besartën, e cila në një studio televizive me anë të një letre, për herë të parë në jetën tuaj u ka bërë të shaj. Pse? I dashur vëlla, uroj që këto fjalë që me dalin nga zemra të gjejnë mirë. Lidhja ime si motër, me ty si vëlla, nuk është e zakonshme. Jo pse ne duam ashtu, por sepse fati i jetës e ka përcaktuar ashtu. Si dëshmitarja gjallë e betejës së familjes tonë, kam shumë për të rrëfyer, por kam edhe shumë për të përfaqësuar, e sidomos dashurinë dhe vullnetin e të rënëve. Aja ka qenë
mua ashtu si që ka thënë në atë emision, do të që unë se kam prit, as nuk e kam ditë që është intervistu dhe ka bo letër motra. Do të besorta është arsyeja, motivi që mu m'jep vullnet, që m'ka dhënë vullnet për me vazhdu jetën. Dhe që m'jep vullnet edhe sët me punu parresht nga mëngjesi deri në darkë për këtë vend, për njerëz të këtij vendi. Do të sepse ato që thash, që e kalon krijuesi i gjithësisë, dëshmitare të gjallë të një ngjarje që nëse më lejohet ta them, edhe pse jam antar do të asaj familje, një rast unik në botë, që një familje tërë me vetëdije dënë mu sakrifiku për lirinë e këtij vendi. Do të sepse në qoftë se dikush mendon edhe ka pas zona që pse Ademi, Hamza, Shabani, do të babaj, si kanë largu antartë, fëmijët, ja i morën qafë, po nuk është e vërtetë vëlla. Po nuk ka desht kush largohet nga ato shtëpia, nuk ka desht as fëmia më e vogël dal nga ajo shtëpi. Ka shumë dëshmitar që i vërtetojnë këto gjëra. Do të ka atë, nuk e kanë zonë as Ademin, as Hamzën, do të lufta ka prap pahiri. Malla ndodhe dhe u kacafetën me një patrull policor edhe luftun. Jo më vëlla. Një jetë tërë ja kanë kushtu kësaj ditë. Një jetë të tërë. Qysh me njëherë pas luftës dytë botërore. Gjyshi Shabani, që ka qenë një ndër mësusat e parë të Drenicës. Është arrestu, është përsekutu, është maltretu, ka qenë i izoluar nga sistemi komunist në atë kohë. Do të s'ka pas drejt me shku kërkon, s'ka pas drejt me shku kërkush minimu. Do të djalë hastreti, i pa vlla, i pa krah. Po qashtu, qysh ka qenë, su nala asnjëherë, su dorëzua asnjëherë, ka rrit fëmijë në forcat veta, pa ja shtri dorën kërkuj, i ka eduku me frymen atë dhe dashurisë. E në qysh, gjatë të tetën demonstratat për flamur, i ka kyç edhe djemët e vetë me marë pjesë në ato demonstrata bashkë me ta. E si nalë kur deri në ramin e tyre të fundit. Do të e kanë ba me vetëdije të plot. Unë jam rrit 18 vjet e gjysmë i kam pas kur kam dalë në Gjermani, korrekt në 83-s. Veshi jem nuk kanë dëgju asnjëherë, asnjë fjalë. Do më besoj që ketë edhe e thonë dhe kanë me thonë edhe shumë njerëz tjerë që kanë ardhur shpesh në atë trull aty, në atë od, në atë kull, që kanë hangër e kanë pije, kanë ejtë e kanë bolla. Që s'ka pas shansë teorike në atë kull më ndëgju një fjalë e likë që valla du të moru që të me këqyrë se e të ruina vetën. Asnjëherë. Për kontraze. Për kontraze. Ne duhet t'i primë kësaj pune. Ne duhet t'a bëjmë këtë. E kemi obligim, e kemi bërç për këtë tokë, për këtë vend, për rinin që ka me gëzu këtë vend. Kështu që motra, në Besarta, është, mund të them nëse më lejohet, gjithçka për mua. Po që asnjëherë se kum privilegju nga të tjerët. Po që është gjithçka për mua. As do diskutoj. Këshillon ndonjëherë edhe për probleme të tjera jashtë familjes, për çështjet punës. Ka raste kur ka dhënë sugjerime që ndoshta e ka pa vetë, ndoshta e kanë dëgju dikant duke thonë, që ndoshta për X temen e caktuar ose X projektin, do të ka qenë dashur kështu ose ashtu. Po që kryesisht
I dhimbë se më do që nuk kam kohë as me të më nejtë, as me fëmijët e mi. Do të ndodhë shpesher që i lau fjetë me në gjithë kur qohëm vinë punë, edhe kur këthejem 12 mes natës prap i gjej fjetë. Kështu që po, unë e kam thonë, është fat për mu që familja është rritë, është eduku me një frymë tillë. Edhe nusja, kur unë jam martu në 98 në kohë luftës, do të në Gjermani, do të e ka kuptu shumë drejt gjendjen cilën jena dhe ka kuptu edhe kur kam hy tash në politikë. Edhe ne kam thonë, ata është dasht me dhonë jetën atëherë që me bo diçka të mirë për këtë vend, e që për fat erdhë liria. Ne nuk përna kërkon jetë me dhonë kërkush. Po kërkohet mund, djerës, vullnet i mirë, kur që tjetër më shumë. Kështu që unë nuk e kam ndërmend më unalë. Edhe nesër, kur nuk do t'jem do shta në politikë fare. Deri në frymën e fundit tjetës time, nuk e kam ndërmend më unalë për këtë vend me bo gjërat mira. Pse? Pse është në vitin 90, kur vetëm fillun t'i largun nga puna gjithë shqiptarët, sistemin atë kohë, regjimi i Beograd. Erdhë baba jam Hamza, shpe. Edhe i kanë thonë, babës vetë, Shabanit, Baci kanë thonë. Tha Bac, e takova Filan Fistekin në qytet, Skënderaj. Tha edhe pyta, tash në këtë muhabet, hyrin brenda nodë dhe Hoxha Ademi. Unë ishe duke ju qitë kafet. Filan Fistekin tha në qytet, tha dhe i thash qaj ki halët a ki, i dare të shpia. Ma boni tha valoj Hamza, edhe përson të ka e nesre që në zoti. 7 antar familje. Tha dhe deshta mi thonë, Bekimit apo smujta tha pat vetë. Mi thonë, Bekimit me aqonja 2 thas mjellë me traktor. Si kishte një javë dit, neve që kishim blun mulli, grurin, që kishim punu vetë tukën, bliku 4500 kg mjellë në shpet të dëpunura. Edhe për i thetë gjyshi. Nga tha, pash mirë tha qërë tha Ademi. Letjet here e fundit, tha kjo tha që më pyetni tha për gjëra tilla. Aty, ku ju kushton zemra fise binila për i zatë Zotit. Kur mos pyetni, as kur mos e rrëdhë dorën. Bëne të mirën, kjo është aja fjolla që mu më kam jetë në kokë. Bëje të mirën, hudhën det, po se diti peshku e dini lumi zëdë vetë. Edhe sëtë, edhe nestra, edhe deri në frymën e fundit, Bekimi ka me bo për këtë sen. As ka me bo për Hasanin, as për Hysenin. Po? Kjo është e kuptueshme, kryetar dhe s'ka si të ndodhë ndryshe nga vetë përjardhja juaj, por a ka ndoshta duke qenë që janë angazhu dhe i ke hyrë politikës, a ka plus minuset e veta dhe disa avantazhe ndoshta deficite që krijohen si pasojë e pamundësisë që të kushtuar kryesisht nga drejtimi politik dhe nga pamundësia buqetore, pamundësia ndoshta edhe mbështetjes edhe e organizmeve të tjerë që lidhen me pushtetin, por të mos arrit atë çfarë ju keni në platformën tuaj, në idenë tuaj dhe jeni zëtuar para të tjerëve. Ka shumë pengesa në thash. Qoftë nivel lokal, qoftë nga niveli qendror. Një individ sektor. Po që në nivel lokal e që në nivel qendror. Jo në përgjithësi, po individ të caktuar që kanë bërë dhe po provojnë me bë pengesa me të vetmen arsye. Që Bekimi mos më dalë suksesshëm. Tash dikush mundet me thonë kush është ai që del
ose ja do të keqen bekimit, ose del kundër bekimit. Është qaj që ja do të keqen edhe s'ka punu mirë për këtë vend, ja do të keqen edhe bekimit, atë s'do dyshim. Kjo është matematikë shumë e thjeshtë. Ai njeri i cili ka pas mundësi me bon një punë të mirë për këtë vend, e se ka bon, ai njeri ka mi bo dam bekimit, edhe sot. Është këtë natyrshme, është këtë e logjikshme. Sepse ke lidhet deshtëm në deshtëm. Familja e bekimit ka shku me vedije për këtë vend. E ti s'po dënë me bo një të mirë për këtë vend e qytetarët e këtij vendi atër nuk është kur gju për më çudit, edhe sot kur të bekimit unë është mi bo keq ose me sabotu mënyrat ndryshme. Nuk është që s'është punu, edhe pa ardhur në pushtet, do të 20 vitet e pas luftës. Se edhe nuk mundëm me qenë korrekt real, gjithçka zi me bo këtë vend. Ka dhe bardhë. Po, shtrohet pyetja, a je i kënaqur me atë që është? Jo, as pak si jam i kënaqur. Pse si jam i kënaqur? Sepse në qoftë se neve kemi pas mundësi mi bo 100 kilometra autostradë. Me qëllim, me vedije, ose për i natit njëni tjetrit, neve kemi bo vetëm gjysmë, vetëm 50. S'kina dash me bo komplet. E kjo është shumë edhemshme, është dëshpruse. Ki ende familje dëshmorëve, që kanë nevojë për kullën mbi kokë, lere ma diçka ma shumë. Po për kullën mbi kokë, që ati, me datë 27 nëntor. Një ditë para ditës flamurit. Unë i kam dhëru qelësat një familje dëshmori, falë një biznismeni vendor, i cilin e ka ndihmu dhe ja ka ndërtu shtëpinë e re. 20 vite pas lufte. Qa do me thonë kjo? Sikur të ishte një botë tjetër, aja familje. Jo kësaj komune. Kurse një pjesë tjetër nuk ja din skajin pasunis. A që ndoshta deri në vitin din qershor në 89-ës, se ka pas një kolis në e thujmë që shtymë kështu rrugës, ose ka qitë qaj në një qajtore para luftës. E sot se din, as vetë so kanë pasuri. Shumë politikanë Kosovë, si nivel lokal, si nivel qendror. E kjo është e ronë, është e dhëmshme. Me ardhë investitori, qoftë vendor, qoftë i huaj, me investu diçka, një fabrikë, një diçka të mirë në këtë vend, e na me përzonë ose me kërkue, me qitë kushzime, është e ronë, është e dhëmshme. Kjo është aja gjysmë e rrugës, që thash nëjnë anojt, me qëllim, në gjysmë të rrugës. Po, mirë thotë kryetar, në fakt, mos ndoshta ndikon edhe kjo të qenurit që shumë kushtot bekimi edhe vlerat e luftës, të thënë ndoshta manipulojnë veten, manipulojnë publikun me kontributin e pararzëve të tyre dhe në emër të atyre ndoshta kërkojnë shumë hapësira që su të konë ose shumë. Është me thjesht kjo punë. Jeni gjendur para këtij fakti? Kam dëgju gjëra tilla, nuk ma ka thonë direkt kërkush asnjëherë. Kam dëgju që njerëzit i kanë bisedu dhe i treti ka tregu. Është më të vërtet më tarë keq pi llojit njerëzve të tillë. Pse e tham këtë? Sepse sytë janë me pa vesh me ndëgju. Familja e Shaban Muratit apo Shaban Jasharit. Si kanë thonë Shaban Muratin atë kohë në emën të babës vet. E tregova. Do të që ka mbjetuar forcat veta
Dhe të gjithë e din këtu në Drënicë, që ka qenë para luftës një prej familje më të pasura, më të forta ekonomikisht në Drënicë. Që edhe vitet 90-ta kanë ndihmu shumë tjertë. Që edhe kohën e luftës kanë ndihmu shumë të tjertë. Po edhe në kohën e pas luftës, ende e më shumë kanë ndihmu. Dhe kam fjallën ekonomikisht. Le të del një njeri, vetëm një mjafton. Dhe le të thotë që një antar, jo bekimi, po një antar i familjes Jasharit, kush do qoftë ai, e tha me përgjegjësi të plot. Këto 20 vite pas luftë, që e ka marrë këtë apo atë, apo e ka kërku atë apo atë që si ka meritu, do i përgjigje me jetë. Me jetë. Përkundrazi, kemi dhënë e jemi të dhënë në gjitha format. Popullit nevojtarit. Duke ndihmu edhe ata cilët kanë mujtë me folë ose mundën me folë nestër. Unë kam qenë nga 2008 deri në fund 2015 kryetar i bordit në aeroportin ndërkombëtar Prishtinës Adem Jashari. Unë kam konkuruar aso kohë për antar bordi. Dhe më kanë zgjedhë kryetar bordi. Kam pushu pastaj 2 vite edhe jam tani këtu. Morati ka përfunduar studimet deri në doktoratur me plot merit, me plot gojë në them, është profesor në Universitetin e Prishtinës në Ridek. Një Ulzimi djali Ademit ka kry fakultetin në Universitetin e Prishtinës, ka kry Akademinë Ushtarake në Tiranë. Ka dalë me grad nga Akademia Ushtarake, kolonel. Është pa punë të shpirë. Ka dha dorëheqje nga trupat mbrojtësit që ka qenë TMK pa u transformu në FSK. Në pas pavarësimit shtetit. Dhe që nga atëherë është i pa punë, rënë të shtëpia, që Zoti kem kushtet, se ja kem bo hizmetin me kohë. Bashkimi ka vazhdu, ka qenë edhe gjatë luftës tu, është tash edhe në FSK, është general inspektor në Forcën e Sigurisë Kosovës. Djali ka i tretë i Rifatit, edhe ai ka kry fakultetin, edhe ai është i pa punë. Qa pas këm kërku na diçka që se meritojmë. Sa njeri është në pozitat më të ndryshme me rruga të larmishme mujore, që na absolutisht si morëm lakmi, as kem kërku as njëherë. Vetëm në sen që ne kemi kërku, këta me pasu një 18 vete, edhe me qu këtë vend për para, që më shumë hiq as njëherë, as pak. Këtu ku jam unë sot, kanë pru qytetarët, kërkesa qytetarëve dhe mos marrëveshjet e tyre politikanëve që i erdhë qysh i erdhë sapi 2017, edhe më kanë lutë ata, edhe qytetarët kërkesa e tyre, edhe unë e kam mendu mirë këgja gatë, derisa ku më dhomë përgjigjen po, për një fjallë po. Që tjetri kish vrapu e ja kish boj zmetin për me ndihmu ti më bo, jo me të prit, ma shumë se një javë për një përgjigje, për 2 gjerë më po, më thonë. Derisa kom bind veten,
a mund ta zotnoj, a mund dalë në fund kësoj pune me faqet bardhë, duke ditë se çfarë është politika. Zotë Kryetar, sot në fakt ka për qëllimet të ndryshme që një pjesë e vlerës madhe të luftës është sfumu përmes ndërhyrjeve, përmes padrejtësive, përmes dhënies pa limit të certifikatave të veteranëve të luftës, shkriju një armatë e trefisht asaj çfarë ka qenë reale në fakt. Ka një mekanizëm rregullator që vlera e luftës të ngele vlerë lufte, ashtu siç e ka nis themelet e familjes tuaj. Ne duhet pa këto gjëra që shfillun dhe edhe ashtu mbarun. Neve si janë familja e Shari për pas bashkimit s'kemi pranu asnjëherë. As morati, as bekimi, as lulëzimi me u shënu veteran të QK-s. Pra nuk jeni veteran? Për pas bashkimi. Asnjëherë nga ne tjerë s'kemi pranu. Duke i pa këto gjëra që po i bojnë. Unë besoj shumë që kjo mu zbardhë dhe ditë dhe ka mu rregullu. Do shta mund banaj. Edhe një kohë, e për fat keq do ta dëmtoj edhe buxhetin në për një kohë, buxhetin e shtetit. Sepse 170 euro që e merr veterani. Një pagesë minimale, se varion pastaj me invaliditet. Veterani që që shpërndaj buxhet, do shta ma mirë kishte me qenë ma mirë, kishte me qenë po shumë ma mirë, do ishte patjetër do ishte ma mirë të rrinte ai numër i vërtet i veteranëve dhe ky 170 që të bëhej 270. Sepse ky 170 është ndihmë sociale. Kjo të klen varur as këtej as atej. Do 170 euro si janë as pak të mjaftueshme për me bën një jetë. Milion ato që do të me i dikun punë me punu, automatikisht ke zbret. E tash ai do mendon. 170 me i punë edhe 100 euro për i marrë ka ma shumë, ose edhe 150. Nëse, veç, aja vlen tash me 3 milion 170 që me punu për 150. Edhe këtash kanë kriju shumë pak nësi. Do të po qefojnë e kanë mas pari politika jonë, udhëheqëse e këtij veni, që kanë leju një gjatë tillë. Pastaj edhe njerëz tjerë ndryshëm që ma pak i lën faj ata, pse? Që kanë rrit numrin. Sepse ata ligjin e bënën keq. Ata janë mundësun më u bo veterani e QK-s në qoftë edhe ai që ka shërbim me një gotë ujë. Kurse deri atëherë ishte veteran ai që ka pas supën, pushkën supe, mbi supe. Se di që me thonë këtë drejtim. Nuk mund të shmangim një nga ngjarjet me cilët sot përballet Kosova. Udhëheqësit politik dhe komandues zinxhir ndodhen sot në dhomat speciale të Hagës, në gjykata që krijuar posaçërisht për krimet e luftës. Cili është komenti juaj në lidhje me përballjen? E para, unë kam thënë për përsëriti prapë. Këtë situatë neve është turp edhe me vetë vetën me mendu diçka të ligë, diçka të keqe në këtë drejtim, pse lere ma me thonë me gojë, me qitë jashtë. Sepse ka qenë një kauze përbashkët. Unë kam thonë nga natët e dyta, e deri në qershor natën 9. Ka qenë një kauze përbashkët e gjithë shqiptarëve, pa dallim kufeve.
Dhe kush do qoftaj që përballet me drejtësinë, përkind se krimet e bëra të asaj periudhe, ne do të jemi bashkë ta ndihmojmë që dalim të zbardhëm të vërteta. S'kem nevojë me bë kurfar intrigash. Veç me zbardh vërtetën. Unë nuk ka kush që mbind. Që këja ka bo gjëra tilla qysh po supozohet nga gjykata speciale. Unë kam thonë nuk jemi kundër asun si bekem pas si familja, as besoj asion nga ne shqiptarët, që është kundra drejtësisë, kundra gjykata, që e zbarë drejtësinë gjykata. Po kjo gjykatë speciale u bën janshme, po kush ka faj këtu? Kanë faj vetë udhëheqësat tonë, ta vetë e votun. Duke i ditë këto kritere, duke i ditë të regla, unë kam kërku nga udhëheqja atëhershme, mars 2008, një muaj pasi u shpall pavarësia, që ne kem nevojë si shtet, duke e parë qysh kanë vepru shtetet ndryshme në përbot, pas krizave që i kanë pas, apo luftrave që i kanë pas në vendet e tyre, që janë shumë pakta ato shtete, cilat nuk kanë krijuar, gjykatat për krime lufte pas luftës në vend. Nuk e bënën. Vendi jonë na detyron bashkësia ndërkombëtare me bë. Unë jam për me i zbarë krimet, po edhe kjo gjykat po me ndru diskursin kjo gjykat. Me i zbarë gjitha krimet, pa marrë parasysh nga kush që mbë, të gjitha krimet në Kosovë. Pa dalim. Shqiptar, Serb, Turq, Magjop, Ram, Hashkali, kush do qofshin ata. U shumë me thjesht be kjo. Shumë e lehtë, po nuk e kuptoj. Do të edhe bashkësia ndërkombëtare me të vërtetë. Janë të bëjë shumë eksperimente me neve. A erdhen ata 300 km nga Beogradi e këtu në Kosovë, po pënolla pikrisht me në familjen tëmë. A erdhen ata pe atje me sulmu, familjen e Jasharit, 300 km i ka rrugë. Apo shkoj familja e Jasharit atje i sulmoj ata. Shumë e thjeshtë. Ku kanë deklaru vetë shefi i shtabit të armatës jugoslave të aso kohë, për televizionin shtetëror të Austrisë, ORF1, ORF2, që ka bërë dokumentar në vitin 2000. Fillimi dhe mbarimi i shkatërimit të Jugosllavisë, që e fillon me demonstratat e 81-s në Kosovë, që ka fillu shkatërimi i Jugosllavisë. Dhe pastaj vazhdon me luftrat që kanë ndodhur nëpër ish republikat jugoslave, të Jugosllavisë, dhe vjen prapë përfundon Kosovë. Dhe gazetari thotë keni fillu me njëherë me masakra, me vrasjet, të fëmijëve, të grave, pleshve. Se ata gjithmonë duke u thirrë që na kena luftu dhe kena ndjek terrorizmin, terroristat. Edhe ja bën gazetari pyetjen direkt. Se ta marr shembull tha konkret, tha në familjen e Jasharit, tha. Qysh në start luftës, tha, në Kosovë, tha, ju keni vrasë, grafmi. A, tha, ja, tha. Te familja e Jasharit, tha, është kapitull në vete. Pse, tha, kapitull në vete? Tha, pse, tha, unë kam pas urdhën, tha, nga Slobodan Milošević. Me likvidu Adem Jasharin. Edhe nuk u diskutu as pak. Asa dëmtohet pala jonë, as kush dëmtohet palën e kundërt. Kjo tregon edhe i fakton fjalët, faktet e dëshmitarëve të asaj kohe, që vetëm armatimi ajror ka mungue 5, 6 dhe 7 mars. Një arsenal i tërë toksor është përdorur kundra një familje. Dhe dëshmitarë thonë që kanë qenë mbi 15.000 forca ushtarake policore.
për një familje. Që ka majt një familje 3 ditë. Po me pakon këta 60.000 veteranë atë kohë, çka këshëm bona? Po nishi shumë shku, se jemi shliru venin tonë. Po kjo për shta është turp. Do të me 2 fishu e 3 fishu numrin e ushtarëve. Edhe me shkatrua këtë vend në të në formë. Kjo është. Po të gjykata speciale, po nalë në prapë. Më mendoj që na dohet si shtet, si shoqëni, si popull, me pas brenda dikun një diçka që neve na bën bashk. Atëherë nëse kërkon s'po më shumë bë bashk, atëherë hajde bre bëhem bashk të çka ka uza për bashkët. Ndoshta Bekimi ka mujt me kon këto 20 vitet e pas lufte më bon njëri ma i keqi, ma i pisti. Po Bekimi s'është ka akuzohet për këtë periudhë 20 vjeçar. Bekimi është ka akuzohet për një periudhë kur u koni mirë, që na kanë ton bashk, që na munu me aru shpinën njëri tjetrit. Që kena pas një armik përbashkët. Po çaq kanë kriju hasmeri, këto 20 vite pas lufte, mes vete, që tash po harrojmë krejt, ku i na kanë. Dje që i na kanë bashkë. Edhe, më shoh për fat keq do të që unë s'm ka bomun një mirë, do të që ju kanë gëzu shumë qytetarë. Arrestimet të këtyre që kanë shkuset në gjykate speciale që janë duke gjyku, e që kam frikën që kanë më shku dhe shumë tjerë, si pas gojdhanave cilat janë. Unë shpresoj shumë që nuk du të flasë për individin, asnjëherë. Pak rëndësi ka Bekimi apo X vendi. Në këtë rast unë besoj shumë që ushtria shërimtare e Kosovës padyshim që ka medalje pastër. Shtrohet pyetja, qofse me të vërtet pas ka qenë ashtu një organizatë apo një ndërmarrje kriminale, si shenë të quajë. Si ka mundësi me marrë mbështetjen e komplet bashkësisë ndërkombëtare? Si ka mundësi me më bo aleat më natën me luftu Serbinë? Shumë e thjeshtë. Më besë me shpresë që nuk do zgjati shumë, po frika është që duke pa përvojën e gjykatës të Hagës që ka qenë. Dhe të marrët zoti Haradinaj, zoti Limaj me grupet e tyre, kam frikën që do zgjas edhe ky proces. Dhe po na dëmton si shtet. Po na dëmton shumë si shtet. Zoti kryetar, jeni shprehur ndoshta edhe në mënyrë të fortë, por edhe drejt për drejt që mund të jeni i gatshëm që të dilin kryet të Kosovës si presidenti i saj. Ka shumë zëra të ndryshëm, nga anë të ndryshme, për shkak mos unitetit që neve kemi kërku këto 20 vite të spektri politik. Unë kam thënë që jo unë si Bekim, po cilin do qoftë antar të familjes jashtare, që për mu qoftë se veç vjen puna dhe aty, për mu do ishte zgjedhja me mirë Murati. Dhe për vendin, duke njoftë kapacitetin e tij. Dhe detyra e presidentit çka kërkon. Por e kam thonë hapur, ne të gjallët që kemi mbet, kemi tregu shumë herë, se shumë herë ka pas nevojë, këto 20 vitet e pas luftës, situata trona. Kemi tregu që kemi guxim. Mundemi,
po dhe dija s'na mungon. Për me marrë përgjegjësinë në momente të caktuara dhe situata të tilla. Edhe kam thënë që nëse i gjithë spektri politik, apo me një fjalë të gjitha partitë politike që përfaqësohen në Parlamentin e Kosovës, shqiptare, fjalë. Do të binë dakord, gjejnë konsensusin e përbashkët, që me propozu një antar nga familja e Sharit, që unë shfrytëzoj mediumin e juaj, me ju thonë trash politikës tonë që nëse se veç vjen puna ato, atëherë orientohen tek Murati. Sepse mu s'm vjen marrë. Me thonë që ti je maj zoti son. Sepse ky inati që nëse kena pranuar një tjetrit, zotësin që ka pas tjetri ma shumë, kjo na ka prun këtë gjendje në cilën jemi. Se na kem qef, qoftë sa do që është i aftë i zoti ai tjetri, me shkel ato me hyj përmi ton. Kurse armiku jon i përbashkët që kem pas, do të edhe atëherë dhe sot, ato që është i zoti e shtyn më nalt, nëse do marr vetë ventina, e jo me gjuket poshtë. Kështu që uroj që këta nuk e zgjasin e para dhe gjojnë gjuhët përbashkët, gjojnë marrëveshje mes vete, bini konsensus, sepse sot vanohen mundën me dëmtu venin. Ka shumë zëra që jo më shkon zgjedhje. Nuk mendoj që zgjedhjet do na bin zgjedhjen e presidentit. Do na bën zgjedhjen e presidentit. Pse? Sepse po të njëjtit njerëz, janë po të njëjtat subjekte politike. Pse s'po mundën më merr vesh? Pse po dashka me shku në zgjedhje për me mujt më merr vesh? Ku është logjika? Kështu që vendi ka nevojë asnjëherë, këto 20 vite pas lufte, Kosova nuk ka qenë krizë më të thellë. Asnjëherë. Në qoftë ekonomikisht, në qoftë politikisht, në qoftë tash nga kjo pandemia globale, në qoftë edhe vëllazërisht, që ky uniteti po na mungon. Do të që ne jemi vend i vogël bre, për shta për thëmë fjallën vëllazërisht. Jemi vend i vogël, pak që thojnë me shti tërfur kun fell, dalëm kretë farefis, akraballak me zvete. Pa marrë parasysh pse një prekaza i tjetrin na shton deçanati. Nuk shkon larg dhe dalëm diçka që na lidhen me zvete. Kështu që kjo na kem nevojë me kon, ma afër njëri tjetrit dhe me kuptuar njëri tjetrin. Sepse ka shumë nevojë ky vend. Sot me pas unitet dhe me pas institucionet. Kjo Kosovë, ky popull ka dhënë shumë, ka vujt shumë. Mos ta më dhe dergjak shumë. Per me i pas institucionet e vita. Per me i pas djemt, burrat, prind, nonët, do të në pozita të udhëheqës. Me udhëheq me vendin e vetë. Sot i kem të gjitha këto mundësi. E thot një fjalë baba jem, Hamza, në video incizimet që janë para luftës. Thot në atë kohë, kur ka shku djali ushtare, ka që një letër, o dasht me që, ja te prifti, ja te hoxha me ledzu, se s'kan ditë shkrim ledzim. E sot thët i kena pektina mësusit që është ciklin e olt, e deri në profesor akademik, doktor shkence. Sot nuk mundën me thonë që nuk ditë me bo. Ti nuk mundesh mu ma mush mendjen ose më mbind që sot valla në s'dita me bo qëta. Po mos disha unë si bekim. Qysh me bo qëta? Po ka njerë që du të me thirën, se të më dikan, a dishmin me thonë, të regam, qysh me bo qëta, qysh me punu qëta, qysh me maru qëta. Qysh duhet me janisë? Se vullnetin e kam të mirë. Edhe, gjanë zgjidhin. Sot, për mos dijen nuk ka. Sot është apo dojna, as po dojna. Kem vullnet të mirë, apo kem vullnet keq. Deri tani, nuk është ka shtregohet vullneti mirë. Dhe një pyetje të fundit, zoti kryetar, a ndjeni veten
peshqerë të obliguar për të shkuar pranë kompleksit në Përkas, tek i cili ndoshta e sheh veten edhe si një kërkesë ndjese për atë çfarë nuk arrihet të reflektohet ndoshta në kohë dhe të kërkoni falje. Spaku, unë për çdo ditë kaloj asaj. Sa të jetojmë. Po spaku një herë në javë ndodh me shku me zvarë mes natës. Me ullë dhe me bashkë bisedu me ta. Sa pyetje ne u bëj. Nga ky dëshpërim, nga ky hidhrim, mund nëse më lejo ta them, nga i mblef që mbledhet brenda këtu. Duke e ditë këtë që a bisedum deri me tani. Duke i pas të gjitha mundësit na me hecë për para. Edhe duke e pa dhe duke e ndi që nuk jem ka dojmë për i natit njëni tjetrit me qu këtë vend për para, po dojnë me qu në homnerë. E detyrohem të shkoj mesin e tyre. Mes natë, kur s'ka njerës. Se më vjeni natë, më pa dikush. Pse o ka ndodhë kjo gjë? Si ka mundësi? X-i, Y-i. Me ja bo këto venit. Se kur ma bo muaj, ka ja bo venit. Ose kur ja bo venit, ka ma bo në mu. Kjo është e njëjtë. Një njëri që këqyrë më bo keq mu, ajo ka këqyrë me bo keq këti veni. Ose një njëri që u shka dëmi bo keq këti veni, u shka më bo keq edhe mu, një kësisht. Se thash, nuk ka njeri të gjallë që munën, nga balë tale të marojnë, që munët me dalë, jo për bekimin, po për një antar të familjes Jashari, Trungut, Shaban Moratit, që thojnë në gjuhë popullore sa të zitë të thonit, peqi i na kriju si njerëz, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, peqi kena lindë, që munën me thonë, X-i, Bekimi, Rifati, Morati, Bekimi, Bashkimi, cilin do qoftë, vallaj ma ka bo që të keqe. Personale edhe në personale në qoftë, që është, se lere mund dam venit shëshnor, s'ka shansë historike. Heq bre, heq, unë thash i përgjigje me jetë i përgjigje. Hiq, ma ka kërku këtë, apo atë, apo hiq bre, hiq, në asë një aspekt, qka është në dam të venit, mos flasim më kundërlishme, po qka ka qenë në dam venit, dhe që s'ka të bëj me ligjën e qëkurë, do të s'ka shansë të rikë. Me vetëdije jo, nashta kinë mund bojmë, kemë punë nashta në i sen, po që neve kemi mendu, ose onë personal si bekem, ose si familje, kena mendu që po e bojmë që të punë, po është e mirë për venin, ose për shëshnin, rrethin që jetojmë. Po nashta aja mundet mësë më dojnë mirë, dikujna mësë një pëlqy. Po ideja vullneti ka qeni mirë. Le del tjetri, le të thëtë, që së të i sot s'ka dalë. Me thonë vëlloj, ti e bonë që të punë dje, po s'ka dalë mirë. Unë kam kërku publikisht, si kam hymë politikë, publikisht kam kërku nga qytetarë. Nëse ja dënit mirën këti veni, ma dëni edhe mu. Ju muni më mdehmu, këtë formë. Kur ju e shini, që une e bona një punë, edhe së më ka dalë mirë. Më kallëzu që me përmisu, sepse vete milu me zëtë është pagabime. Nuk ka njerin këtë tokë pagabime. Po dalën gabimi qëllimshëm nga i pa qëllimshëm. Shqyqoni këmë thonë, Bekimi ka me u mandu dhe pse ka hinë politikë. Ka me u mandu me nejtë, me qenë, po ky Bekimi që është sëtë, pa hinë politikë ende. Edhe gjatë politikës, edhe kur ta mbërëm në politikë. Sepse Bekimi Jashari, jo kryetar komune, jo dhe këto zona sëtë president i Kosovës.
Po dhe i Bashkimit Evropian. Bekim Jashari nuk mundet më bo maj madh se sa djali i Hamz Jasharit apo antari familjes Jashari. Me shku në qilë që thujnë hanë. Për emën që ofësën pytje. Bekimi o ka dënë sepse është gjak i qatyre që dje kanë ra për këtë vend. E nuk e lena i gjak që i kanë vena, gjakun e tyre rahat, kur e shet që diçka është keqe, pa e thonë të vërtetën dhe pa munu me bo diçka të mirë për këtë vend. Kjo është arsye. Pse bekimi sot është? Këtu prehen martirët e familjes Jashari, ata që vunë gur themelin e lirisë së Kosovës në mars të vitit 98, e që sot në fakt shihen si një apel i fortë ndaj shtetit shqiptar, ndaj kombit shqiptar në tërësi, për më shumë reflektim, që ujërat të rrjedhin në drejtimin e duhur. Dhe ashtu si që tha në rrëfimin e tij, pasardhësi i kësaj familje, Bekim Jashari, reflektimi i çdo shqiptari duhet shihet si një mundësi për atë çfarë ëndërruan dhe dhanë jetën martirët e familjes Jashari.